Në një shkrim të ditës me titull "Burg për një parkim imunitet për miliardat", një lexues më shkruan diçka shumë interesante. Të gjitha qeveritë e pas 90-s sot kanë lejuar ndërtime urbane pa plan zhvillimi, thot bashkitë e gjitha qyteteve, përfshirë Tiranën, thot, kanë ndërtuar pa plane, pa projekte, thot, pa një ide se ku do zhvillohen qendrat urbane. Saliu thot lejoj mësymin e katundarisë në fushat e Kamzës, Bathores, Laprakës, Sharës e të tjerë. Letra është e gjatë dhe interesante, po kap një aspekt të këtij ligji të ri për parkime dyshe që ne duhet patjetër ta theksojmë, sepse është shumë irrituese që sot shteti tund prangat për një parkim dysh. Ndërkohë që parkimi dysh në Tiranë, sidomos, ku jetojmë të gjithë, nuk është se është një çështje sfide, nuk është një sjellje sfiduese ndaj rendit, ndaj ligjit që të ndëshkohet. Është pamundësi. Është pamundësi. Le ta provojnë këta që bredhin me sirena dhe me eskort, të kërkojnë një parkim në Tiranë. Do vërdallosen me orë të tëra për të gjetur një hapësirë boshe dhe edhe aty do ketë gjithmonë një gjobaxhi të shtetit me atë bllokun në dorë. Do të thotë që është pamundësi, nuk është dëshirë, nuk është as sfidë ndaj rendit publik që të ndëshkohet kaq rënd. Po kush e krijoi këtë pamundësi? Kush e ka krijuar këtë pamundësi? Mjafton të hapim çdo pamje të Tiranës në çdo orë, do të shohim një kaos total. Kush e krijoi këtë kaosin? E krijoi qytetari këtë kaosin apo e krijoi shteti? E krijoi shteti. Ai shteti që sot tund prangat, ai shtet në 30 vjet, pavarësisht se cilat qeveri kanë qenë, ai e ka krijuar këtë kaos në Tiranë. Këtë kaos që sot është e pamundur të gjesh një vend parkimi. Si e krijoi? Lagje të tëra janë ndërtuar pa asnjë standard minimal, nuk kanë rrugë dytësore, nuk kanë hapësira publike. Janë disa pamje që kam hapur këtu, çdo centimetër katror është trajtuar si mall në tregun e fitimit. Domethënë, ai organizimi urban që duhet të ishte në dobi të qytetarit, ai ka qenë gjithmonë i fundit në listë. Edhe shteti ka firmosur, shteti ka legalizuar, shteti ka heshtur, sepse zyrtarët e tij në çdo nivel kanë zgjedhur të korruptohen, dhe sot është kjo situatë që është, do të thënë një shtet që sot kërkon të ndëshkojë me burg qytetarin për një parkim dysh. Edhe ajo që thekson shkrimi, edhe ajo që ka kapur me shumë zgjuarsi qytetari, është që përveç se qytetari nuk po sfidon rendin për të merituar burgun, domethënë po përpiqet të mbijetoj brenda një rendi të ndërtuar keq me përgjegjës shtetit në radhë parë, që ka toleruar për vite me radhë këtë situatë që është krijuar sot në Tiranë. Përveç kësaj ka edhe një kontrast tjetër shumë të rënditës. Ku është kjo ashpërsi e shtetit, ky rigorozitet i këtij ligjit që hapa tani këtu, kur përballë nuk është qytetari thjesht, po është një zyrtar i lartë. Ku është gjithë kjo ashpërsi? Domethënë krahasoni prangat që i tunden para fytyrës, që na tunden para fytyrës në qytetarëve, krahasojeni për një parkim gabuar, krahasojeni me qetësinë absolute, me të cilin një njëjti pushtet sillet për shembull ndaj zëvendës kryeministres, që refuzon të dalë para drejtësisë për 1.2 miliard euro dyshime aferash për tendera. Domethënë ironia këtu është brutale, domethënë një qytetar përfundon në burg për një faturë apo për një parkim, ndërsa një funksionar i lartë e shtetit nuk shkon as për miliarda. Okej? Në një shtet serioz, miku im i dashur lexues, përgjegjësia rritet bashkë me pushtetin. Domethënë, sa më i lartë është funksioni, aq më i madh është detyrimi për transparencë dhe llogaridhënie, jo e kundërta. Sepse kur ndodh e kundërta, në fakt ligji kthehet në një instrument për të goditur të dobtin. Kjo lloj përmbysje e zhvesh ligjin nga morali. E zhvesh ligjin nga morali dhe në fakt për ta mbyllur, se ndoshta e zgjata pak këtë sepse jam dhe vetë viktime përditshme e këtij realiteti. Në fakt një shtet që është i pamëshirshëm me qytetarin e zakonshëm dhe është indulgjent me të fortët, e humbe dhe arsyen për të kërkuar bindje nga qytetari. Faleminderit.